A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, prej tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Selavatet dhe selamet Muhammedit alayhi salam ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, që jeni në vazhdimsi në derset e tona javore, ne kemi përfunduar vargun zinxhiror të ligjëratave të cilat kemi trajtuar një libër në akide. Tash vazhdojmë me tema të lira, aq javë sa na kanë mbetur, do të vazhdojmë me tema të lira të cilat do t'i përgatisim e që do të na ndihmojnë inshallah për me zgjuar zemrën tonë dhe për me na sjell reflektim dhe vetëdijsim në fetarin tonë. Tema e sotit, të cilën e kemi përzgjedhur për të trajtuar përpara juve, është të pasurit mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, për krijuesin tonë. Sot kena më ndalë tek një adhurim, prej adhurimeve më madhështore, e i cili është adhurimi i zemrës, është punë e zemrës, adhurimi i quajtur mendimi i mirë për Zotin. Dikush për juve në pamje të parë mund të keq kuptoj këtë shprehje dhe të thotë se si ka mundësi që të quhet mendimi i mirë për Allahun punë e zemrës, përderisa mendimi ku ka vendin? Në kokë, po? Atëherë çush ka mundësi që mendimi më kanë vepër e zemrës, adhurimi i zemrës. Qëllimi është të nderuar besimtar që vjen analiza fillestare në kokë, e pastaj ajo analizë e zë vendin e saj në zemër. Dhe i merr dy persona, për shembull, dikush që shprehet me gjuhë, dhe thotë unë mendoj mirë për Allahun, mendoj pozitivisht e kështu me radhë. Mirë po, zemra e tij është e mbushur me frikë, me pasiguri, me mosqetësi, dhe kemi personin tjetër i cili nuk shprehet me gjuhë. Por ky person në zemrën e tij ndjen qetësi, ndjen siguri, ka mendim pozitiv dhe ka pozitivitet në zemrën e tij e cila ja qetëson shpirtin dhe nuk ka asnjë dyshim në Allahun Azza wa Jall. Cili person është më i mirë tek Allahu? Personi i dytë, për shkak se zemra është më rëndësi se çfarë përmban, jo koka. Zemra është më rëndësi se çfarë ajo përmban. Kanë thonë disa prej selefëve të parë, në këtë dynja gjithmonë do të ketë njerëz të pikëlluar, disa për fenë e tyre, disa për dynjan e tyre. Dhe të dy palët do të kalojnë nëpër këto gjendje të tyre. Më i miri prej të dy palëve është ai i cili ka mendimin më të mirë për Allahun e lartësuar. Të folurit për mendimin e mirë për Allahun Azza wa Jall është temë e kohës sonë dhe është nevojë domosdoshme e cila duhet të shpaloset përpara besimtarëve dhe të dëgjohet kjo për shkak se njeriu mund të rregullojë fenë e vet përmes këtij adhurimi dhe mund ta rrënojë fenë e vet përmes këtij adhurimi. Ose mund ta ndërtojë dynjan e tij dhe mund ta shpëtojë në ahiretin e tij që do të vijë më pas. Për shkak se ka njerëz të cilët janë të stërmbushur me dilema, janë të stërmbushur me frika të ndryshme, të cilat i kanë kapluar për atë që e pret në të ardhmen. Dhe kjo e ardhme qoftë dynjas, se çfarë e pret më vonë, ose qoftë e ahiretit, se çfarë do të ndodhë me këtë person, do të jetë banor i xhenetit apo i xhenemit. A do t'i pranohen veprat e tij apo jo? Pra qëllimi është që prej robit kërkohet me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, si nga ajo që ka kalu, ashtu edhe nga ajo e cila tani e tutje do ta pret. Cili është kuptimi më i drejtë, apo thellësia e kuptimit të mendimit të mirë për Allahun Azza wa Jall? Kjo pikë përfshin në vete besimin e plot në Allahun Azza wa Jall, mbështetjen e sinqert tek ai, kënaqësinë me caktimin e tina, pra me caktimin e Allahut të lartësuar, dorëzimin ndaj urtësisë së Allahut. Pra se çdo gjë që Zoti ka përzgjedhur që ty të vije, ka një urtësi, një hikmet e cila
ndoshta tash për tash nuk je duke e kuptuar, nuk është duke tu bë e shpalosur, ma vonë do ta kuptosh dhe do të arrish që me marrë vesh se Allahu Azza wa Jall me një urtësi të madhe ka punu në atë gjë të cilën ty ta ka dërguar. Dorëzimi ndaj kësaj urtësie dhe qetësia në vendimet dhe gjykimet e Allahut të lartësuar. Krejta këto i përfshin, domethënë, mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. Disa prej dietarëve mendimin e mirë për Allahun e kanë përmbledhur veç me një fjali. E kjo fjali është, dhe është e udhës me majtë men, të presësh nga Allahu i lartësuar vetëm të mirën. Mirë, a ka logjikë që çdo herë njeriu krejt jetën e vet ka me kalu veç të mira? Jo. Por jeta e njeriu do të jetë me të mira, por do të ketë edhe sprovë. Por qëllimi është se sprovën prej besimtarit kërkohet që edhe sprovën me e lexu si diçka e mirë. Edhe sprovën me lexu si diçka e mirë e cila vjen nga Allahu i lartësuar me urtësi të shumta të cilat njeriu nuk ka mundësi ndoshta më marrë vesh çaty për çaty, por ma vonë do ta kuptoj se për një me ka qenë e mirë për ta. Kjo do me thonë që të besosh se Allahu Azza wa Jall të falë dhe ti të i kalon gjërat edhe atëherë kur ti kërkon, do me thonë, falje dhe reflekton, kthehesh tek Zoti me pendim. E pranon pendimin kur ti pendohesh, të përgjigjet kur ti e lut dhe të mjafton kur ti i kërkon atij diçka. Krejt që do të thonë hyn te kjo pjesa të presësh vetëm të mirën nga Allahu i lartësuar. Një hadith madhështor që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend se si duhet të jetë qasja e besimtarit karshi Allahut Azza wa Jall, me çfarë mendimi duhet me pas robi ndaj Allahut. Është hadith kutsi të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na informon se Allahu Azza wa Jall ka thënë: Ana inda dhanni abdi bi. Unë jam tek mendimi i robit se qysh ai mu mendon, qysh mu ai më ka perceptu. Thot fa in dhanna falyadhunna bi ma sha. Le të mendoj për mua çfarë të dëshiroj. Vazhdon hadithi i kutsi duke thënë Allahu: In dhanna bi khairan falah. Do nëse mendon për mua mirë, atëherë ati i takon ajo. E mira do t'i takoj ati. Wa in dhanna bi sharran falah. E nëse mendon për mua keq, atëherë ajo do ta gjej. Prej nesh kërkohet që me pas mendim të mirë për Allahun. Mendimi i mirë i përfshin krejta gjërat të cilat njeriu friksohet se ndoshta s'do të del ashtu, po duhet me luftu me veten që me i evitu, me largu këto pengesa, të cilat janë direkt gjërat e këqija të cilat e prishin kultivimin e mendimit të mirë për Allahun e lartësuar. Ky adhurim i madh ka vlerë të jashtëzakonshme dhe këto e kuptojmë përmes një thënie të Abdullah ibn Mas'udit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i cili është shprehur në këtë mënyrë. Pra, është shprehur me betim, ka thënë: Pasha atë që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij, është betuar në Allahun Azza wa Jall. Ka thënë: Nuk i është dhënë një robi besimtar dhuratë më e mirë nga Allahu sesa mendimi i mirë për Zotin e tij. Pra që kjo është dhurata më e mirë që Zoti ja ka dhënë një robi që me pas mendim të mirë për Zotin. Kjo është dhuratë e çmueshme. Kushdo që e gjen në vetveten e tij, atëherë ka një pasuri të çmueshme në duart e tij, andaj duhet që ta ruaj dhe duhet që ta ujit këtë dhuratë dhe të rritet ajo akoma më shumë në mendjen dhe zemrën e tij. Prej neve si besimtarë kërkohet që çdo herë me pas mendim të mirë për Allahun, çdo herë. Në çdo çështje që ne e nisim, në çdo çështje të cilën ne e kemi, dëshirojmë ta nisim ose i përket anës së të kaluarës, është e udhës që na të kemi mendim të mirë për Allahun. Mirë, po janë disa gjendje ose disa çështje në të cilat kërkohet që të jetë më i theksuar mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. E para prej tyre është gjatë lutjes apo gjatë duas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar neve që kur t'i ngrisim duart për ta lutur Allahun, ka kërkuar prej neve
u kanë të bindur në përgjigjen që do ta gjejmë tek Zoti. Ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba. Luteni Allahun e lartësuar duke qenë të bindur se Allahu do t'i përgjigjet lutjeve të juaja. Kur robi e lut Allahun dhe i drejtohet atij me kërkesë, le ta përmirësoj mendimin e tij për Allahun duke qenë i bindur se Allahu është i plotfuqishëm për mja realizu kërkesën e tij. Se Allahu Azza wa Jall i përgjigjet atij që lut dhe shpreson tek ai. Ai e dëgjon lutjen, i njeh mendimet e njerëzve dhe i kupton ndjenjat edhe nëse gjuha e njeriu nuk është e aftë të shpalos ato që është duke ndjenë. Por Allahu Azza wa Jall e din nevojën e secilit, ani pse nevoja e tij ndoshta nuk mund me ju paraqit Zotit me gjuhën e tij, nuk mund me shpalos atë nevojë që e ka bash në mënyrë më të duhur, por Allahu e kupton gjuhën e zemrës, ani pse gjuha e trupit nuk arrin për me e tregu nevojën që e ka. E dyta me radhë prej gjendjeve që kërkohet prej neve, me pas mendim të mirë për Allahun, e që shumë për njerëzve këtu, kur arrin një bagazh të adhurimeve, veprave të mira, cytja që shejtani i vije përmes saj i krijon dyshime se je duke u fal, je duke agjëruar, po fal namaz natë, ke shku në haxh, ke bë umre, ke bë vepra tjera të mira, të shumta, natyrave të ndryshme. Ato kanë pranuar, as nuk kanë pranuar. Kjo është një cytje shumë e keqe, shumë e rrezikshme që besimtarët zguzon me hin këto. Po duhet me pasën atë frikën se mos më ka mungu sinqeriteti, mos ndoshta se kum bën mënyrën e kërkuar çu që ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Mirë po jo me arrit deri në atë gjendje saqë njeriu fillon të dëshpërohet se unë këtë e kam këtë mundi që e kam bë. Kjo nuk guzon me mri, se kjo është gjendje e rrezikshme, që shejtani synon në vazhdimsi me arrit në zemrën e besimtarit. Prej mendimit mirë të Allahut është që njeriu duhet me pas parasysh se Allahu Azza wa Jall ka m'ia pranuar gjitha veprat e tij. Por do të me pas bindje të plot. Unë falem dhe Zoti ka më pranuar. Sado vepra qofshin ato natyrave të veprave të mëdha ose të veprave të vogla, Allahu të gjitha ka më pranuar. Kjo është mendim i mirë për Zotin, se mundi jam s'ka më shku kot. Nuk ka më shku ky mundi që jam duke e bë kot. Se Allahu Azza wa Jall do t'ja shpërblej nga mirësia dhe bujaria e tij e gjerë për veprat dhe mundin të cilin ky është duke e bën në këtë dynjë. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allahu nuk e humb Allahu shpërblimin e atyre që bëjnë punë të mira, vepra të mira. Dhe gjithashtu në ajet tjetër të Kuranit Allahu i lartësuar ka thonë: "Men ja'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha." Kush vjen me një të mirë këtë dynjë që bën një të mirë, atina do t'ja shpërblejmë atë vepër, do t'ja shënvishojmë shpërblimin e saj në 10 fish. Një vepër të mirë caktuar, një vepër e ke bë, Allahu do të shpërblejë me 10 fishin e saj. Këtë janë nga mirësia dhe bujaria e madhe e Allahut të lartësuar. Çështja e tretë në të cilën kërkohet që na me pas mendim të mirë për Allahun është gjatë kohës kur ne shpenzojmë për hatër të Zotit, kur japim sadak dhe shpenzojmë në rrugën e Allahut nga pasuria që Zoti neve na ka dhënë. Aty do të me pas mendim të mirë për Allahun, duke e pas parasysh se Allahu do ta zëvendësoj pasurinë të cilën ti e dha dhe do ta shumëfishoj shpërblimin e saj dhe do të rris kualitetin e asaj pasurie dhe do ta shtoj bereqetin në të. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Allahu shpreh duke thënë se kur dikush jep nga pasuria e tij, shpenzon nga pasuria e tij, që ajo do të zëvendësohet nga ana e Allahut të lartësuar. Çështja e katërt është gjatë pendimit. Pra mendimi i mirë kërkohet kur robi pendohet dhe duhet ta përmirësoj mendimin e tij për Zotin e vet. Që kushdo që dëshiron të pendohet, kthehet në rrugën e Allahut, ka kohë dhe Allahun do ta gjejë si falës i madh dhe mëshirues e pendim pranues për mëkatet e tij të cilat i ka bërë. Kjo për arsye se Allahu Azza wa Jall në ajet të Kuranit ka thënë:
Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj robërve të me të cilët e kanë ngarkuar veten e vet me mëkatet e shumta. Ka thonë la taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Për shkak se Allahu I fal të gjitha mëkatet të cilat ju I keni bërë. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu është falës I madh dhe mëshirëplot. Nga Enes ibn Malik se e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, duke thënë se ai e ka dëgjuar Allahun e lartësuar, pra hadithi është hadith kutsi. Hadith I mirë njohur dhe I dëgjuar të kjo, është hadithi ku Allahu Azza wa Jall është shprehur duke thonë: O biri Ademit, sa herë që më lutesh mua, e shpreson tek unë, thot unë do t'i fali ato të cilat I ke bërë dhe se kam dert këtë punë fare. Thot o biri Ademit, nëse gjunahet e tua arrin kupën e qiellit. Imagjinoni farë hadithi madhështor. Çfarë shpresë e madhe për ato I cili është thellësisht I zhytur në mëkate. Thot nëse mëkatet tua arrin kupën e qiellit. Imagjinoni prej tokës dikush bën mëkate që e mbush deri atje lart edhe kupën e qiellit. Nëse do të imagjinoj se dikush do të bënte kaq shumë mëkate, Allahu përsëri po thot, pastaj ti vjen duke më kërku mu falje. Unë do të fal dhe se kam der këtë punë. Subhanallah. Për që ata njeriu kur nuk dohet me humb shpresën në mëshirën e Allahut të lartësuar. Dhe vazhdon hadithi që Allahu Azza wa Jall ka thënë për hadithi kutsi: O biri Ademit, nëse ti më vjen me gabime sa toka, gabime shumë të mëdha. Pastaj thot, me takon mua duke mos më shoqëruar asgjë, duke mos bërë idhujtari, duke mos bërë shirk Allahut në adhurime. Unë do të vi me po aq falje duke të takuar ty. Imagjinoni hadithi është hadith madhështor. Ky hadith I tregon besimtarit që nuk guxon ti, sado që je I zhytur mëkate. Nuk guxon me humb betejën me shejtanin. Shejtani e ka betejën me robën gjunahçar, me mëkatarin, që tenton me e zbrabs nga pendimi ndaj Allahut të lartësuar. Pra tenton që me e largu mos më pendu, se I thot a din të ti këtë mëkat e ke bë, këtë mëkat. Qysh po mendon ti me ta fal Zotit? Hey, çka ke bëti? Dhe kërkon që me e zbrabs mos më pendu. E krejt gjinohet, mi marrë me një anë, mi qitë, që dikush mund mi bo, krejta llojet e gjinoheve, me një anë, dhe me e qitë me një anë tjetër, humbjen e shpresës, dëshprimin se Allahu ka fuqi për me mi falë mëkatet, krejt mëkatet nuk peshojnë marrën sa që kërë mëkatet të cilin robi e bën. Allahu na rrit. Për këtë arsye shejtani e dën qitë punë shumë, dhe qëtu I ka pru në këtë humner shumë mëkatar të cilët mendojnë se Allahu nuk ka mundësi me mi falë mëkatet, se shumë janë. Nuk është me rëndësi sa mëkate ke bërë, sa vite ke kaluar në mëkate. Me rëndësi është me çfarë zemra po kthehesh tek Zoti, me çfarë lloj pendimi po kthehesh tek Allahu duke e trokitur derën e tij dhe duke synuar faljen dhe mëshirën e Allahut të lartësuar. Gjendja apo koha në të cilën besimtarit I kërkohet me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall është dhe në kohën kur njeriu sprovohet dhe kalon nëpër kriza të ndryshme. Edhe këtu duhet me pas parasysh robi që Allahu Azza wa Jall është I mëshirshëm ndaj robërve të tij. Ai I përgjigjet lutjes së atij që është në vështirësi. Pra ai personi I cili gjendet në vështirësi është më afër që Allahu ti gjej dalje dhe ta bëj zgjidhjen e tij në atë vështirësi në të cilën ai është duke u gjendur. Për shkak se sa më shumë që robi shkëputet nga toka dhe lidhet për qiellin, aq më afër është pranimet të lutjes së tij. Pra Allahu dëshiron që robi me shkëput keq shpresat toksore në mënyrë horizontale të cilat I shfryzon. Dhe kur lidhet direkt me Allahun, pastaj ngrit duart, s'ka zgjidhje tjetër. Por e ka vetëm një zgjidhje. Prej kësaj vështirësie, veç Allahu ka fuqi me nxjerr, që atëherë është imani duke rrej fuqishëm.
Dhe që atëherë Allahu Azza wa Jall e sjell zgjidhjen e tij. Amma yujibu al-muttarra idha da'a. Allahu është ai i cili i përgjigjet atij i cili është në thellësinë e sprovës. Dhe kjo gjendje është shumë premtuese që Allahu t'i bëjë zgjidhje atij personi, për këtë arsye kërkohet prej robëve që mos me e humb asnjëherë mendimin e mirë për Allahun e lartësuar. Për shkak se Allahu e largon brengën dhe e lehtëson sprovën, e shëron sëmundjen dhe çliron robër të tij. Pika e radhës është gjendja në të cilën kërkohet që na me pas mendim të mirë për Allahun e lartësuar, e që është më e rëndësishme nga këto që i përmendëm, është në momentet e vdekjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shprehej duke thonë: "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Mos të vdes askush, mos të dorëzoj kërkush shpirtin Allahut të lartësuar, përveç se duke pasur mendim të mirë për Zotin e tij. Pra është një çështje që pejgamberi alajhissalam fuqishëm e favorizon dhe kërkon prej neve që me vdekje mja dorëzu Allahut shpirtin në këtë gjendje. Për shkak se është një hadith tjetër ku pejgamberi alajhissalam shkoi këtë ngjarje e transmeton Enis radhiyallahu anhu, thotë se i dërguari alajhissalam hyri tek një i ri, i cili ishte në çastet e fundit të kësaj jete, pra gati me vdekje. Dhe e pyeti këtë person, këtë të ri, i dërguari alajhissalam dhe i tha se si po ndihesh. Ai tha: "Pasha Allahun, o i dërguari i Allahut, unë shpresoj tek Allahu dhe friksohem për mëkatet e mia." Pra shpresoj tek Allahu çka se ka më mfal, ka më shpërbly për veprat e mira të cilat i kam bërë dhe kam më pranuar ato. Mirpo kam frikë edhe për mëkatet të cilat i kam bërë. Në këto momente pejgamberi alajhissalam po shprehet duke thonë: "Këto dy gjëra nuk bashkohen në zemrën e një robi, sikur në një çast të tillë, përveç se Allahu i jep atë që shpreson dhe e siguron nga ajo që friksohet." Pra fjalia e pejgamberit alajhissalam është fjali madhështore, që i jep shumë motiv. Dëgjoni edhe një herë që thotë: "Këto dy gjëra nuk bashkohen në zemrën e një robi në një çast të tillë." Pra këto dy gjëra, që njeriu shpreson tek Allahu dhe ka frikë për mëkatet e tij. Nëse këto dy elemente gjenden në zemrën e besimtarit, atëherë thot pejgamberi alajhissalam veç se Allahu atij i jep ato që shpreson. Kënë është duke shpresuar mëshirën e Allahut, pranimin e veprave dhe e siguron nga ajo që është duke u friksuar. Nga çka po friksohet robi? Po friksohet nga mëkatet e tij, se kanë mundësi këto mëkate të cilat i kanë bërë me mshkatërru në botën tjetër. Mirpo Allahu po e siguron një njeri i cili shkon tek Zoti me këto dy elemente. Allahu na mëson që me shku tek Zoti me këto gjëra me vlerë. Në përgjithësi të nderuar besimtarë, frytet e mendimit të mirë për Allahun janë plotësimi i imanit. Por përmes mendimit të mirë që na e kemi për Zotin, kështu e plotësojmë imanin ton, besimin ton. Pastaj arrijm faljen e mëkateve nga Allahu. Më afër është ai personi për më pranu lutja që ka mendim të mirë për Zotin. Lehtësimi i adhurimit. Sa më shumë që robi e shton mendimin e mirë për Zotin, i lehtësohen adhurimet. Me çfarë argumenti po flasim? Po themi se kur njeriu thotë e ka mendimin që veprat të cilat ato duke i bë, ka mendimin se veprat e tij kanë më pranuar, atëherë i kryen adhurimet më lehtë. Mirpo ai i cili tutet dhe ka frikë se badihova po falna, ose po agjeroj, ose po bëj vepra të tjera të ndryshme, dhe se nuk më pranohen. Me kalimin e kohës, ky njeri do ta përjetoj negligjencën dhe gradualisht do të largohet nga adhurimet. Është rrezik. Dhe fryti tjetër është shpëtimi në ditën e gjykimit. Ai njeri i cili shkon tek Allahu me mendim të mirë, ky mendim i mirë për Zotin e tij do të jetë shpëtim për ta ditën kur do të takojë Allahun e lartësuar. I kemi edhe disa shembuj madhështorë nga njerëz të mëdhej, nga njerëz me vlera të cilat i ka regjistruar historia islame, e të cilat tregojnë për fuqinë e mendimit të mirë dhe zgjidhjen që Allahu Azza wa Jalla ka ofruar atyre njerëzve të cilët janë pajisur me këtë tipar, duke menduar mirë për Zotin e tyre. Rast konkret e kemi Haxherën, gruan e Ibrahimit alayhis salam. Pra, e dini historinë
e cila është historia e gjatë kur Ibrahimi a.s. e mori Haxherën dhe Ismailin, të birin e tij, dhe i solli pranë shtëpisë së shenjtë, Qabës. Atë kohë në Mekë, pranë Qabës nuk kishte njerëz që banonin. Nuk kishte ujë. Imagjinoni. Ishte vend i thatë dhe nuk kishin ushqim të mjaftueshëm, por ushqimi i tyre do t'i përfundonte ndoshta me disa ditë caktuar, domethënë shumë pak ditë. Nuk kishin ushqim të bollshëm. Dhe Ibrahimi a.s. e merr gruan e tij dhe djalin e tij e vendos këtu. Haxheria e trishtuar nga kjo gjendje, qysh me men krypën a lën në këtë vend të shkret, pa njerëz, pa ujë, pa ushqim, do të shkatërrohemi unë dhe djali im. Dhe i drejtohet burrit të saj, thot: Allahu amaraka bi hadha? Se Ibrahim a.s. nuk fliste. I ka thonë, Allahu të ka urdhëruar për çita? Dikur i përgjigjet Ibrahim a.s. dhe i thot, po, Allahu më ka thonë më ju lanë çto. Ka thonë, përderisa Allahu ty të ka urdhëruar në këtë formë që neve më na lanë çto, thot, Allahu s'ka më na humb. Subhanallahu, çfarë mendimi i mirë. Çfarë zgjidhi solli Allahu kësaj gruaje? I solli ujin e Zemzemit, një burim i pashtershëm që jo që i mjaftoi asaj dhe të birit saj, por i mjaftoi të gjithë njerëzit deri në kiamet. Pastaj ardhën njerëzit dhe filluan ta banonin Mekën. Dhe sot ditë Meka është e bekuar me ushqime të lloj-llojshme dhe të bollshme, dhe krejta ushqimet e botës janë të servuara tash në Mekë. Dhe kjo është si rrjedhoje e duas së Ibrahimit alayhis salam që Allahu azza wa jalla ja ka pranuar. Po këto, domethënë, ky shembull e ilustron fuqinë e mendimit të mirë për Allahun, dhe se Allahu kush ka mendim të mirë për ta, nuk e lën dhe nuk ja prish këtë mendim të mirë që e ka. Rasti tjetër, shembulli tjetër është Jakubi alayhis salam. Historia e Jusufit alayhis salam prej historive më të bukura që i gjejmë në Kur'an. Dhe historia e ndarjes së babait me djalin që më shumë i ka deshur. Në momentet kur ajo taktika që ka përdorur Jusufi alayhis salam për ta ndalur Bunjaminin, vllaun e tij, në Egjipt. Në ato momente kur kthehen të gjithë vëllezërit e Jusufit alayhis salam dhe i tregojnë se edhe Bunjaminin e kanë ndalë për ato arsye që është histori e gatë, në ato momente shprehet Jakubi alayhis salam, një person një pejgamber i Allahut, i cili nuk e ka humbur asnjëherë mendimin e mirë për Zotin, se ka me gjetë Jusufin alayhis salam. Dhe i thot në këto momente: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah. Ka thonë, o bitë me, do të shkoni dhe hulumtoni, ndoshta keni me gjetë Jusufin alayhis salam dhe vllaun e tij. Dhe mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut azza wa jalla. Sa kohë ka kalu Jusufi alayhis salam larg babait të tij? 40 vjet. Sipas mendimit të shumicës së dietarëve. 40 vjet larg, dhe Jakubi alayhis salam nuk e ka prish mendimin e mirë për Zotin që ka pasur. Cili ka qenë ky mendim i mirë për ta? Se ka me gjetë një ditë prej ditë dhe ka me gjetë Jusufin alayhis salam. A ka gjetë Jusufin alayhis salam? Po. Mas 40 viteve e ka gjetë birin e tij. Në fuqia e mendimit mirë për Allahun që sado që zgjatet koha, përsëri besimtarit në vazhdimsi duhet me pasën të kultivuar mendimin e mirë për Zotin, dhe se Allahu azza wa jalla do t'ja përmbush kërkesën e tij dhe nevojën e tij. Musa alayhis salam, shembull tjetër. Musa alayhis salam, pejgamberi i Allahut, kur e mori popullin e tij për të dalur dhe për të larguar nga zullumi i kahmotshëm që Firauni dhe populli i tij ja bënin Musës alayhis salam dhe popullit të Musës, ata i tradhtuan dhe i lëshuan mbrapa me ushtri. Por Firauni me ushtrinë e tij mbrapa. Kur erdhën këta, përpara tyre i kishin detin. Mbrapa atyre armikun i cili dëshironte të i shkatërronte, t'i faraste dhe t'i mbeste të gjithë. Aty dikush prej njerëzve tha: inna lamudrakun. Allahu e përshkruan këtë gjendje në Kur'an. Në zonën. Pra kemi afër shumë ushtrinë dhe Firaunin, gati janë me na zonë. Në ato momente shfaqet mendimi
i pejgamberit Allahut Musa alayhis salam dhe fuqia e mendimit të mirë për Allahun dhe mbështetja e fortë në ta. Në to momente po shprehet Musa alayhis salam duke thonë kella, kurse se inna ma'iya rabbi sayahdin. Me mua është Zoti im i cili ka më mundësu se çka më bë. Çka ndodhi? Si rezultat i mendimit mirë që Musa alayhis salam e pati në Zotin e tij, Allahu i tha godite me shkopin ton detin dhe detin e qau kush shkopi? Jo, fuqia Allahut azza wa jall dhe mendimi i mirë që Musa alayhis salam e pati për Zotin e tij se Allahu nuk e lën vëllaj. Dhe i bani zgjidhje, dolën, shpëtuan Musa alayhis salam dhe populli i tij, ndërsa Firauni me ushtrinë e tij u mbët në deti. Pra që kjo është mendimi i mirë për Allahun e lartësuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është shembulli tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrugës për hijret. Shoqëruesi i tij ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Një person që shoqëronte në vazhdimsi pejgamberin alaihi wasallam dhe në këtë situatë, prej situatave më të rrezikshme që kanë kaluar bashkë, ka qenë edhe koha e hijretit. Rruga prej Mekës për Medinë, kur pabesimtarët kishin dhënë çmim të madh për të sjellur pejgamberin alayhis salam qoftë të gjallë apo të vdekur. Kur ishin fshehur në shpellë, në ato momente kishin ardhur te hyrja e shpellës ku pejgamberi alayhis salam po qëndronte me Ebu Bekrin. Dhe ata të cilët ishin lëshuar, djalë mosha të fuqishëm, me shpatat e tyre, me dëshirën e flakt për të arritur çmimin e madh që ishte premtuar kush vjen me kokën e pejgamberit alayhis salam, çka kishte ndodhur? Ebu Bekri në shpellë po i thot ja Rasulullah, me bëmë vakia dikush me ulshu poshtë me këshyrë, ka komte tona, këmë na po. Në këto momente pejgamberi alayhis salam tregon se mendimi i mirë për Allahun nuk duhet me të lanë dhe më da prej teje as në situatat më kritike që kalon robi. Thot, o Ebu Bekër, çfarë mendon ti për dy persona që Allahu është i treti i tyre? Mendimi i mirë për Zotin. Që Zoti nuk më lën nuk më lën me rënë durët e tyre. Dhe çfarë ndodh ata që aty janë, nuk i shohin. Largohen dhe pejgamberi alayhis salam vazhdon rrugën për Medinë, duke mos u zbrapsur, domethënë asnjëherë nga mendimi i mirë për Zotin e tij. Shembulli tjetër është personi që i ka mbyt 99 vjet. Kjo është një histori që shpesh e keni dëgjuar. Personi që i ka mbyt 99 vjet. Por pa drejtësisht i ka mbyt 99 vjet. Dhe kërkon, i vjen prej Zotit ajo dëshira për të penduar. Dhe takon një njeri ignorant, pa dishëm. Thot, a ka për mu pendim? Qështu që të vepër këmë bërë? Thot, jo, mërë, thot, që ka pas ke bërë tja, s'ka për ty pendim. Masi s'pas ka pendim, atëherë ti je i 100, dhe e mbytë edhe ato pa drejtësisht e mbytë. Ma këto është rreziku që zbën njeri me u shprej, pa dijen fe, se e merr në qafë veten dhe merr në qafë edhe dikën tjetër. Dhe përsëri këtij njeriu nuk pihiqet dëshira e flakt për mu pendu, ama po don me marr një mendim dikujt që çka më bë, mu pendu po, ama çish më bë çit pendim. Dhe takon një dietar të mirëfillt. Ky dietar e udhëzon dhe i thotë se kur ja tregon në rastin se çka ka bë, thotë ka për mu pendim ajo mas këtë këtyre gjunaheve, sidomos vrasja është për gjunaheve më të mëdha dhe më të rënda. Thotë po, thotë ka për ty pendim. Ky dietar me dije përgjigjet. Mirë po ti do shmendru vendin, me shku me një vend tjetër, me nis një jetë tre. Kur gjatë rrugës duke shku, Allahu dëshiron që m'ja marrë shpirtin. E atëherë zbresin se dy llojet e melaçeve vijnë për m'ja marrë njerëzve shpirtin. Janë melaçet e rahmetit, mëshirës dhe melaçet e ndëshkimit. Dhe zbresin të dy llojet e melaçeve se kush po e merr shpirtin e këtij personi, me çu tek Zoti. Dhe bëjnë polemik me zveti, se jo na përket neve, jo na përket neve, ato të tjerë duke thonë. Atëherë Allahu e dërgon një melek tjetër dhe e bën zgjidhjen mes tyre, ndarjen mes tyre. Do të mateni vendin. Nëse është më afër vendit në të cilin ka qenë mëkatar, atëherë ky njeri, shpirti i këtij njeriu do të shkojë me melaçet e ndëshimit. E nëse është më afër vendit ku po don, ku ka pas ky synim me shku mu bë burr i mirë, mu bë njeri i mirë,
atëherë i përket melaqeve të rahmetit mëshirës. Kur e masin vendin, del se është me afër vendit në të cilin ka pasur synim për me shku dhe me fillu një jetë të re si i penduar. Atëherë shpirti i tij merret dhe shpëton tek Allahu Azza wa Jalla. Imagjinoni. Kjo mëshira e Zotit. Mëshira e Zotit që i ka lujt distancat, që e ka bë këtë njeri trupi i tij të jetë me afër vendit, në të cilën do ta gjej shpëtimin ani pse nuk do të filloj as edhe një praktik nga praktikat e fesë. Mirë po, veç që është pendu dhe ka pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall dhe ka menduar se Allahu ani pse i komo gjithë mëkatet, Zoti ka më pranuar përsëri, mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall ka bërë që distancat të lëvizin dhe që trupi i tij të jetë më afër vendit në të cilin ka pas përsynim me shku dhe më bën njeriu i duhur. Ibnul Qayyimi ka thonë, kush mendon mirë për Allahun, Allahu ja tregon atij mirësinë e tij në atë mënyrë që nuk e kishte imagjinuar asnjëherë. Pa marrë parasysh se çfarë ke bë, Allahun do ta gjesh pendim pranues, falës i madh dhe do ta gjesh mëshirues për vemat e tua që ke bën në këtë jetë. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bëj të shoqëruar në vazhdimsi me këtë adhurim madhështor dhe na bëj prej atyre që në vazhdimsi janë të pajisur me këtë cilësi, për shkak se kjo është njohja më e mirë për Allahun e lartësuar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.